Zoti avokat, Jetia, si kryetari i shoqatës Klisit, 2 fjalë të lutem për librin, për situatën. Për sa i përket faktit që sa ka bërë shteti shqiptar, paktin 50 vjeç, për mua ka bërë 0. Pse 0? Nëse ka gjithë shka me bërë, amin. Ka bërë 0 sepse çdo domon shqiptarët në Shqipëri, 95% nuk e din kush është Sanxhaku. Po të kishte pas deklarata, po të kishte pas mbështetje, po të kishte pas konferenca, po të kishte pas sesione shkencore, po të kishte pas vajtje ardhje. Pra, gjitha në pa kushto. Normalisht ishte mësue më shumë për Sanxhakun, ishte mësue më shumë për Arvanitasit, po dhe i kanë qujtë Çam. Grek, po, Çam do kanë qujtë që gjithë hynë në familjen Çam, parë që janë shqiptarë këta ata, kanë ato diferencat e veta, po janë bashkë. Dhe po ashtu për Bershevën. Bershev, unë shkoj her pas here në takimet që bën sesion shkencor, Xhavaledi Saliu që duhet përshtetje për zhue. Ka marrë pjesë, më duket 500.000 lekë, 500 milion, nuk e di çfarë kishte dhënë një herë për një qendër shtetërore. Shteti am. Kosova ka filluar më vonë. Te këto arsimi nuk e di sa kanë hapë mundësi për me marrë pjesë me ardhmë me marrë shkolla këtu. Pra dhe më thonë për mua në propocion me shtetet fqin është bën 0. Për pjesë tim, po prap me punën që kanë bën ata, të minoritetet që kanë kryer minitet pa qenë atje më radh, është bën 0. Prandaj për mua është në këtë kundërshtimi që është e gabuar, po që ka gabuar, gjithçka është rregull dhe përfundimisht rregullohet puna. Gabuar të Tiranës që rrisin Zerbët. Shumë i saktë. Jo, më shumë fut të thellë, sepse këtu akoma kemi me tregjishta tek akoma kemi me tregjishta tek ushtari banjor. A kupton? Kështu që domon kush ta hek? A do të hek tregjishtat? Do të hek gjitha emetimet slave që janë. Dhe ne Zoti Virtut ke emrin Virtut. Ne do marrim iniciativën që me bashkëpunim me shoqatat shumë për Klisin, që janë bën 110 shoqata për ta çuar në UNESCO këtë radh. Marrim iniciativë që gjitha emrat slav të hiqen të aktualizohen me emra shqiptare. Po disa nuk ashtu. Ne kemi dhënë Amina Norajt, Sanxhak, Republika e Serbisë, titullin e lartë patriotik Aristotelit Kola. Është titull që ne kemi normuar për vitesh, e kemi shpërndar për herë të parë kur realizuam një sesion shkencor për Çamrin në rastin e 100 vjetorit pavarësisë, dhe ne pikërisht atë ditë realizuam atë sesion shkencor, më thonë që normalisht kjo nuk është pavarësi, kjo është çortim. Dhe aty tham çështja Çame nuk është çështje e Çamrisë, por çështje marrëkombëtare, dhe aty për herë të parë e dham e ndam me fjalë çlimin Aristotelit Kola. Ne kemi marrë, domethënë kemi pas parasysh që këtë çmim të japim Amins. Kjo është me datën po. E ka numrin 154, datë 26/8/2018. Pra sot na krijon mundësia. Motivacioni po ja ko domethënë do ta votojmë. Shumë faleminderit. Hajde këtu.